Përshëndetje dhe mirë mbrëma, kudo që jeni. Sot një natë para përfundimit të muajit të shenjtë Ramazanit. Po sonte kishim edhe një iftar të veçantë, musafir special. Na kanë nderu në iftarin e sotshëm presidentja e Republikës së Kosovës e nderuara Vjosa Osmani bashkë me stafin e saj, si dhe bashkëshortin e saj. Banorët e shtëpisë këtu ku jem neve kanë kalu qaste me të vërtet o shihte në ftyrat e tyre gëzimi dhe lumturia. Me hangër iftar me presidenten e Republikës. Në emisionin e premtja me Halilin Sëd, një natë para përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, ne kemi bo 2 shtëpi të reja. I kemi gëzu 2 familje të reja. E njëna prej tyre është familja nga Orllati, e Fatmir Bujupit, ku donatori vetëm i kësaj shtëpie është një bashkëadhetar nga Gostivari që jeton edhe punon në Zvicër. Me shtëpi është bo Fatlum Bujupi. Fatlumi me një gjendje të rëndë, nga sot e ka marrë lajmin se po bohat me shtëpi të re, dhe familja tjetër ishte nga komuna e Drenasit. Ne lusim Zotin me i shpërbly donatorët. Me të vërtet, ky muaj i shenjtë i Ramazanit në sofrën e bamirësisë ka mbledh gjithë shqiptarët e gjitha trojeve, por edhe mërgatën tonë të dashur. Kemi pas donator shqiptar që jetojnë edhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ne i përshëndes edhe lut Zotin me i shpërbly me të mirat e tij, edhe nga Zelanda e Re e Australia, e mos flasim për perëndimin nga gjitha shtetet e Evropës. Të gjithë ju që jeni vargu në vargun e bamirësisë, mos harroni, keni hyrë lutjen e shumë familjeve, lutjen e shumë nanave, lutjen e shumë fëmijëve. Ja u keni ndryshu jetën, sa e sa iftari, sa e sa pako të shpërndara, sa qelsa të dhuruara, sa shtëpi të nisura. Krejt kjo fal jush e unë edhe stafim, edhe banorët e shtëpisë, edhe familjet që kanë përfitu. Gjithmonë ju kujtojmë në lutjet tona me shpresë se kur do të dalim para Zotit, pikërisht, kjo kafshat që keni nda për këto familje, nga djersa juj, nga sofra juj, do të na bën që të buzëqeshim edhe atë ditë kur do të dalim para Zotit. Zoti ju shpërbleft. Në këtë muaj të nderuar dhe të dashurit e mik, neve kemi marrë vendim me nisë edhe një mega projekt ku në natën e 27 ne patëm një darkë në Emerald me bizneset anë mban trojeve shqiptare këtu, dhe për punë 20 minutash janë mbledh 5 milion euro nga bizneset shqiptare. Po nuk ka përfundu këtu. Nga rruga prej Prishtinës deri në Gjinos na kanë telefonu, janë duke na telefonu shumë biznese tjera, kështu që shifra ka arrit afër 8 milion. Projektin po e nisim kismet me Zotin, me datë 2 prill do i vihet gur themeli. Është dita ndërkombëtare e autizmit, e neve pikërisht në këtë ditë me emër të Zotit po bëjmë bismillah me qit gur themelin e këtij projekti, duke lutë Zotin më na lecuosh një mega projekt, është projekt jashtëzakonisht i madh, ku her pas here neve do i shfaqem në ekranet tona edhe punimet mbarvajtjen e tyre, po tashmë kemi bo publik projektin që është qendër rezidenciale për autizëm, sindrom Down, persona me nevojat veçanta.
Duke pa situatën në teren, duke pa numrin e fëmijëve autik, duke pa numrin e personave me sindrom Down, numrin e personave me aftësi të kufizume, ne e kemi bo një jetë edhe kemi projektu këtë projekt edhe insha Allah po nis edhe lusim Zotin më na falë shëndet e ymër e me ja prej shëritin sa më parë edhe këti mega projekti që është projekt unik që nuk e gjen në botë. E këta din me bo mas mirë i shqiptarët. Deri sot neve mbi 1600 shtëpinë të moshuarve unike këtu në Gjinas të Suharekës edhe ku jemi. Qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovic, qëndrimin ditor për të moshuar dhe kuzhinë humanitare që një vit e 5 muaj aktive në qytetin e Vështrisë. Janë duke vazhdu punimet për qëndrimin ditor në qytetin e Podujevës, ku mendojmë që do ta inaugurojmë si vjet, gjithashtu edhe në qytetin e Gjilanit, edhe ajo do të inaugurohet si vjet. E nisa këtë podcast me këto info, me qenë se edhe kishim presidentën për iftar, edhe iftari neve, edhe gjatë emisionit e premtje me Halilin e shfaqëm sekuencat të iftarit me bizneset shqiptare, edhe informatat më shtesë rreth projektit ku neve presim zemërgjërsin bujarin e shqiptarëve që të vargohen, që t'jenë shqiptarët për pikërisht ata që i kanë bo deri sot gjitha këto aktivitete, e me bo edhe këtë projekt që me ngel në histori, ndoshta në një kohë mas 100 vite, kur edhe kocat në janë bo pluhën, do të figurojnë emrat e secilit person që ka marrë pjesë në realizimin e atij projekti. Zoti kormosion. Ndërsa po e prezantoj musafirin e sotshëm, pjesë e aktiviteteve tona, pjesë e shoqatës Jetimat e Ballkanit, pjesë e banorëve shumë i dashur tek banorët e shtëpisë së të moshuarve këtu. Shumë herë në shumë tubime, në shumë aktivitete të shoqatës me neve, Labinët Gashi, kaj shqiptarët e njohin një kafe me labin. Labinët, unë kafes të kom qitë për para, po populatat një kafe me labin. Faleminderit që ke pranu ftesën edhe ke ardhur sot në podcastin ton. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e jotja, pjesë e Jetimave të Ballkanit, pjesë e gjithë shqiptarëve, cilët fakt janë në përtubimet cilat unë dësha ju thëm mirë mbrëma, mirë se erdhët, ose mirë dita, mirë se erdhët. Është kënaqësi dhe është nder dhe është privilegj me qenë bashkë me ju. Halil po të ndëgjoj shumë e vëmendje, domethënë fillimin, sidomos kur e bëre hapjen edhe kur i përmendë gjitha ato fakt aktivitetet cilat kanë qenë gjatë këtyre ditëve, domethënë gjithë shkapi kur ta analizon është 3 ditë, 4 ditë, domethënë nuk ka hiç më shumë, domethënë për 3-4 ditë për mu realizu diçka e bukur është merit, domethënë komplet e gjithë atyre njerëzve që janë bamirës, por e dyta është jeni ju, Halil Kasrati është shoqata Jetimat e Ballkanit, që fakt njerëz ju besojnë, njerëz domethënë nuk pritojnë, ndoshta edhe me ardhur deri tek qendra për shkak dashurisë edhe ngrohtësisë që japni edhe ju. E përmende domethënë që edhe the që jam shumë i dashur për banorët e këtuit, edhe unë jam shumë i lumtur se sa që të vi domethënë e marr një dashni, e marr një ngrohtësi, e marr një energji pozitive prej tyre. Më vjen mirë që po e marr shembull që njëna më kap edhe më shtrëngon tlap edhe më thot, a jam si gjyshja jote? Unë ja po, ti e din domethënë të kam thonë për fillimit. Ai tjetra kthehet thot, hajde djalë jam, se djalë s'kom pasur, kështu që po du me të pas ty. Ai tjetri po e marr shembull ta jep dorën thot, kur zoti mos të hup, që thot Halili për shkak që po na vjen e po na viziton. Nuk ka gjë më kënaqësi të madhe se me qenë pjesë e juja. Nuk ka gjë më sfiduese që me qenë pjesë e juja edhe me shku në për familje
skamnore, ato familje cilat presin një lajm prej teje, unë kom qenë edhe pjesë e jotja. Por kur jemi te ky projekti i fundit që e përmende, nuk e di pse derisa e flas domethënë edhe atë natë mbin sa kom qenë, për herën e parë në historinë time televizive, është që unë kom brit pa tekst domethënë një 10 minuta s'kom di çka me fol mbi. Kur ke puna e grumbullimit të parave. Domethënë kur janë nisën shifrat, tash mveshin edhe mua mesazh, edhe unë isha shifrat në mesazh, edhe këtu që hupa nuk disha a jon reale, as jo reale, çka është, nuk e disha domethënë hupa komplet. Po mos më haru domethënë që pse e kom pas edhe shumë afër zemrës, për shkak që edhe atë natë kom thonë që Halel ti e sprovu vet. E une e kom pas një sprov ku me fillimin e gjithë shkafit televiziv që e nisa, domethënë emisioni parë që po e tregoj këtu për herën e parë, unë kom tregu domethënë që unë ja kom nis emisionit edhe unë jam Kosovë. Po emisioni edhe unë jam Kosovë kur ja kom nis unë, Geraldina ja ka vendosur emrin, edhe unë kur e kom vendosur për me shku, unë kom shku pikërisht domethënë në spitalin e të verbeve, tek fëmijët me autizëm, tek handikosi, domethënë tek krejt, këta fëmijë domethënë të cilët fakt kanë nevojë. Kom vizitu domethënë gati gjitha qendrat e Kosovës. E di çfarë ndjenje, e di çfarë sakrifice, e di çfarë ballafaqimi, domethënë kanë ata fëmijë domethënë në për ato qendra. Ato qendra nuk kanë qenë në atë kohë domethënë se më njëherë pas luftës, domethënë po flas para 24 vjetëve. Ato qendra domethënë kanë qenë qendra me qujt qendra. Po në fakt mund vjen mirë që ai me 2 predh veç vënohet kur themeli, edhe mund vjen mirë që shqiptarët janë shumë zemër hapur, dorë shlirë në raste të tilla, por edhe e bukura e krejt kësaj se i përmende gjithat, po unë i pritëm atyre që na shikojnë tani këto momente nëpërmjet kanalit Dheqit, sepse ka e kam thonë edhe atë natë domethënë mrenda sallës, edhe aty domethënë kanë iniciativë ndoshta shumë e mirë, pse përmenda e thash. Mundeni me pas një lidhje, po ju them edhe tani këto momente, sidomos shqiptarëve që janë edhe në Amerikë, se ka bizneset mëdha që janë në Amerikë. Mundeni me pas një lidhje me shoqatën e timat e Ballkanit, ku brenda 4 viteve mund faktikisht me pagu me rata, domethënë shumën të cilën e jepin pikërisht për qendër. Për shkak se për 4 vite sepse mendohet moralizuar brenda 4 viteve. Kështu që brenda 4 viteve duhet të realizohet edhe përfundon gjithçka domethënë shumë e buxhetit. Është shumë e bukur për shkak se si vjet ndoshta e ka nda buxhetin. Po për vitin tjetër e planifikon sa ka me jap domethënë pikërisht për qendër. Kështu që e bukur është me mendu pak, edhe e bukur është për me jap tek ata fëmijë, ata njerëz të cilët fakt kanë nevojë ose okor. Unë mendoj lab që deri sot shqiptarët na kanë bëu krenar me aktivitetet tona. Edhe besoj t'je pejat natë edhe vetë ishte spontane, nuk ishte planifiku për mu bo grumbullimi i mjetëve. Dul një prej biznesmenve dhe nisi pari e mura dhe fjalimin e pastaj filloj. Edhe unë kam meti shtonën nga zemërgjërsia, bujaria e shqiptarve. Unë e falenderoj Zotin që ka bo që me i prik këti karvani humanitar ne si jetimat e Ballkanit. Falenderoj gjithë shqiptarë që na kanë dhënë besimin edhe nuk po ngurojnë për kurrë për asnjë aktivitet. Jetimat e Ballkanit nuk kanë dështu në asnjë projekt deri sot. Na kanë surprizu shqiptarët, na po mundohemi me ju dalë hakut, bajmë përgjësi të madhe në supet tona, po mundohemi me bardh këtë amanet e kemi marrë, mision, inshallah kem shka lajmë dynja, edhe inshallah kem shka i kallëzojmë Zotit nesër, kur do dalëm para ti. Unë di edhe jam 100% i bindur se ki shka i kallëzojmë. Kishka i tregon, domethënë gjatë këtyre viteve, gjatë kësaj jete, gjatë kësaj eksperience, gjatë këtyre takimeve që cilat i ki pas me njerëz, edhe sa kokën e ke ledha tu, aja veç mjafton domethënë jetimit. Të jetim fort mirë, domethënë që shumica e njerëzve cilët fakt japin, nuk kanë qef me tregu.
Edhe e bukur a ke edhe atë natë, domethënë që u realizu nata, sepse nuk u bë e madhe mediatikisht shumë. Nuk me rujt privatësinë e bizneseve, bizneseve për shkak që nuk kanë qef ata mu ekspozu, po këtu du me thonë, tek emisioni jëtë për thëmë, faleminderit o Halil se i mbledhe bashkë një vend. Kështu që është këgja e vështirë me i mbledhe këtë bizneset bashkë me një vend. Unë e di që kënë nuk është fundi, kë është vish një fillim, dhe me thonë, iniciativës, dhe me thonë tash këtu për e thëmë. Për e thëmë që duhet dy njerëz mi falenderu, dhe me thonë, pa tjetër, edhe ti për shkak që ata kanë qenë ideja atyre gjithë shkape o konë niftar tek ju. Edhe erdhë, dhe me thonë, deri tek jo. E di që me njerë si ka përfundu në ata, e kemi mendu dhe me thonë qka kena me bo vitin tjetër. Qysh ka me konë, qysh ka mu dok, duhet me fëtu njerëzit, sidomos diasporën me fëtu ma heret, për shkak se na mrenda javës ju qumë. Ka arë spontane a iftar, na kemi thonë edhe atë natë mund, është hera parë organizimi një iftari me bizneset e mbartrojeve shqiptare këtu, edhe unë kam qenë i shukum atë natë, nuk ka qenë plan për me grumbullu mjetë financiare, ka qenë shumë shpejt, u vendos më organizu një iftar, unë falenderoj Emeraldin, pronarët e ty, hotelit Emerald që kanë marrë përsi për krejt iftarin asaj nate, edhe pse u organizu në emër të Jetima Ballkanit, zemërgjërësia bujaria atyne, morën përsi për edhe shpenzimet e ati iftari. E pastaj, aty fillun pa priti pa kujtu grumbullimi i mjetëve, gjë që unë me ta i habitur për të mirë nga ata njerëz të vullnetit mirë, që lusë Zotin se cili prej tyne që ka qenë prezent, shala Zoti shpërblin me të mira, po lab na pibojmë 16 vjetë me këtë aktivitet. Mbi 300.000 donator shqiptar, prej themelimit shoqatës deri sot, krejt shqiptar. Zoti kur mos i humbt janë ata që në kanë sjellën këtë ditë, ata që e sollën edhe këtë ditë për neve përmenis projektin, mega projektin e shoqatës, dikur as ëndër, mas ne ma bën veç letër, e tash, inshallah, pja nisë me bismillaje, po buhet realitet. E di që mas 4 viteve jemi bashk dhe uroj që t'jemi shëndosh e mirë, edhe unë thëmë prej ta bëjmë hapjen atje, edhe thëmë misë erdhet në këtë shtëpinë e madhe për thëmë shqiptarisë, për shkak se gjithë shqiptaria ka kontribu në një vend. Unë për thëmë, vjen mirë dhe me thonë kur në fakt jëm pjesë e jotja. Jam pjesë e jotja edhe kur takoj kur takoj njerëz cilët fakt vjen për shtetet ndryshme. Edhe ku jemi taku bashkë, po e marr shembull, qoftë ndonjë nga prej ceremonive sandeve, edhe takona mbrapa. Vallala mirë ka qenë, po ama duni më ardhë një herë. Kjo sa e bukur është kur thot mirë ka qenë, duhet më ardhë edhe një herë. Duhet më bëu këto manifestime që po bëhen, duhet më bëu tradicionale, Halil. Si të mos edhe me diasporën, edhe me diasporën duhet me mendu. Gjithsesi, inshallah. Lab, unë po të ndërpres se e kam thirrë labin musafir me na fol për veti. Neve na shkon minutat duke fol për aktivitetin megjithatë, kjo është kur je pjesë që soi, domethënë Halil është e pamundshme mos me. Nai të emocionum nga misionet, edhe me të vërtetë unë edhe tash isha në Prishtinë, patëm presidentën këtu për iftar, e përsollëm presidentën edhe vazhdojmë rrugën për Prishtinë. Në Prishtinë për në thrasin njerëzit, për në thrasin gjitha onë, Halil hajde, po më projektin e madhë, ku keni më rrinë qysh është puna, qysh duhet, po pysin njerëz të interesum. Unë thash, ne jemi të vetëdijshëm për numrin e fëmijëve autik,
besa dhe të rriturve. Po. Edhe është i domosdoshëm ky projekt vetëm ato familje që janë të sprovu me rastet të tilla e din më mirë rëndësinë e këtij projekti. Megjithatë, Lab, po i kthehemi Labit pak. Lab 24 vite në ekranet televizive. Unë thash, shqiptarët njohin i kafe me Labin. Po kam dëshirë me dëgju nga Labi fillimet e para. Si ide, edhe pastaj qysh erdhi ideja një kafe me Labin të emisioni. Dishka nga fillimet Unë më mundu dhe më thonë shumë pikat shkurta për me arë, për shkak se është me janisë me shpallos, dhe më thonë edhe 3 libra dhe mi shkru, dhe më thonë deri tek pjesa e sodit mranda 24 viteve. Edhe unë gjithë shka ka njës, dhe më thonë me ata që ke niste. Dhe më thonë gjithë shkapi ka njës me ata që ke niste. Më thonë jem konë si valltari i qytetit, kom punu në një qendër rinore. Unë s'jam kon valltar. E pa, ama tash ta tregoj ku po du me dalë. Okay. Kom qenë valltari i qytetit, kom punu me një qendër rinore, dhe më thonë që konë në mënyrë vullnetare, edhe unë fillova në radio të Këforit, fillova një emision radio. Bashkë me Gazin e Mermirin, dhe më thonë me 2 kolegë qendrës. Edhe fillum, dhe më thonë një emision javor. Po e lodha gjdo 2-ën 3-ën det të shku të Lukajt, të Kremi, të lyp të holla. Dhe më thonë, për më ndimu, dhe më thonë, ansamblit valtarve, për gardarob, për gjithë shkapin, në duke, filloj Dugagjini si televizion, tash na kishim pjesëmarrje sa në vend, edhe shkoj. E një ditë për ditë, më thot Agje Krem, të të Lab, ti që fakt, dhe më thonë, po vjen gjithë ditë për lyp pare për valtar, apo në vetë diçka? Dhe më thëmë, jo. Vullnetar jam atë, vullnetar jam këtu, vullnetar jam të këta. So seriozisht atë po, në televizion. Unë tham jo poshtë zotë, mo. Se nuk jam për televizion, nuk e një botën e televizionit. Te radio e kom një emision, muj mu kyqë radio Dugaqen, po në fakt në televizion, ta në televizion po du. Edhe në fakt unë u kyqa. Qëta dashta me dalë që i pari donator që ka qenë në atë kodë, më thonë ka qenë Riza Luka, i ndjerësët, ka qenë drejtori televizionit, dhe më thonë Dugaqeni. Qëta thashën me ata që ki fillu, ti kom fillu edhe une fillimet e mija. Pastaj 6 muj, isha në televizion, organizator, ja nisa me një emision si top list, dhe më thonë të kongëve sandeve, edhe është ndroj koncepti gjithë shka. Duhet me dalë televizioni në Prishtinë, duhet më ndru stafi, duhet më ek stafi, dhe më thonë erdhë momenti, dhe më thonë që duhet me leviz, në si staf. Edhe na nuk mundë me konë në Prishtinë, se na jenë atë pejë, dhe duhet me ndajtë në pejë, nuk bërmarë në Prishtinë. Okej, edhe unë ndërkohë, dhe më thonë, bised pas bisede, vi dhe më tonë të tezja Prishtinë, edhe i tamburit tezës, drejtor i Grandit ka qenë, edhe të që pëtire Eugenin, unë e thire Eugenin, të ta keni nevoj për organizator, sepse e kam djalin e mikut, edhe të po, të të vjen një herë edhe të shohem. Edhe unë dita parë, dita 2, dita 3. Ditën e 4, dhe më tonë punova, ata për më tonë, është pushim emisioni, dhe më tonë, sot, o ku niste një drejt për drejt në atë vakt, është pushim, dhe më tonë 2 dit, edhe unë këthena e bëj, tonën, nësa ora dalë në punë, a i më bënë, halo si e pranu të në punë, jem praktik të e kry. Thash, okej, po më ndoj, duna me dalë në punë, apo ta prej det, ma vonë dhe me të kalzojmë, qysh sanë se në të më taku bordi e këta. Edhe ma sa ndej dhe me thonë, është vendos që me qenë pjesë e Nistenishit. Vështërsi ka pas. Më thonë një mundu mujtë e para, dhe më thonë një 6 mujtë e para, kom dajtë të tezja. Pasaj nuk e ndisha vetën shtirë, nuk e ndisha vetën rahat, nuk do isha ata mi ngushtu, dhe më thonë, për shkak që nuk jetohet gjatë, diku. Edhe mendova mu pavarësu. Pavarësimi jam u konit mesh. U pavarësova, edhe roga në atë kohë, dhe më thonë, ishtë 150 euro. Edhe ma shumë të ka ndalë atë kohë, besa, se sa qëtë kohë. Që për dalin, dhe më thonë, atëherë ka qenë bashkë e bereqeshme që për të hushti. Edhe, interesant për shkak që vendosa e gjeta një dhomë një shpi.
edhe më thonë po hajde me shiku. Kur him randa, dhe më thonë, se sot, unë jam I bindën sot, edhe na kena vizitu, dhe më thonë, shumë familje, edhe unë jam Kosovë në qato gjendje kanë qenë. Më zbretëm Sa poshtë. kohë ke punu edhe unë jam Kosovë, la? Edhe unë jam Kosovë, kom punu diku 6 muaj. A dilshin terena për familja, apo organizojshi vetëm Unë kom emisione? qenë vish me fëmi. Unë kom qenë vish me shoqata, me fëmi, pastaj kur e mor Batiri këtë anën tjetër dhe Merita, e ndrun dhe më thonë shkune për familje. Po unë kryesisht dhe më thonë kom shkune për familje dhe më thonë që kanë thmit me aftësit kufizume, që me tmeta mentale, të verbër të cilët janë, dhe më thonë me gjithë shka dhe më thonë me këto probleme, qoftë edhe të handikosit dhe më thonë, nuk janë vish të mija, po edhe të rritur kom pas dhe më thonë mërenda persona, ata cilët kishin nevojë dhe më thonë, kishin nevojë edhe një farë një reprezentimi edhe unë jam Kosovë, që edhe ata janë dhe më thonë pjesë e shoqërisë tonë edhe jonë pjesë e pandarshme, që kjo ideja ka qenë. Edhe, kur të fut nga dhe më thonë në objektin e shtëpisë, dhe më thotë, këtu ju mbaru banesat e reja, shtëpia është mbrapa, futemi në podrom poshtë, ta e këtu ta ka qenë një dyqan, për tash ai dyqani që u marru banesa ta o mbyll, ta e që këtë dyqani ta mundesh me bo dhomë. Edhe në fakt, e qysh me bo dhomë, ta bim në një kaoq, edhe ti gjindë, dhe më tonë me sande tjera që ka mundesh me bo, dhe më tonë kauq e krejt ta është 50 që kjo. 50 euro. Po. Edhe nëse nuk ka bëja o konë euro a marë ka halja nuk e di dhe më tonë, që ajo kohë nuk e di tash ta më sigur. Edhe thot, hajde periojmë 50 euro, okej, e marrun e qatë dhomë, e kua banjoja, tha, qëtu për jo është ata kështu, ta që ku e ki, ta është bojleri dhe më thonë, është ajo ulësja, edhe në fakt një zorë për me botush, kur gjë tjetër, as kësis ka pas dhe më thonë. Is okej, vendosa mu pavarësu. Ke sezon e verës. Ke bukur. Shumë e bukur ke. Ish vllad, mbrapa banesave. Ajo vitrina e dyqanit që isha podrumin e banesave. Oh, kroar dimni. Oh, Halil Kasrati. Oh, myke krejtëret e rotull të e hekun e si borën. E buba të zeza ka që asi tuje që unë si skraja që s'po di qa me tonë, I heksha gjithë ditë me tonë, gjithë mëngjes prej tokës edhe I gjujsha për jashta. Që aty kom nejtë? Sa ku nejtë aty? Gati 1 vjetë. Edhe mas 1 vjetit, dhe me tonë o ardhë një kolege, edhe më ka gjetë, mënyrën ma të keqen të mundsh me smutë. Edhe më thot, a jenë vetit, ti ko këtu e shkatru vetën, ti këtu maru me vetën, thot këfillo edhe deltëm, ku me dalë? Thot, hajde takon me dikanca, neve unë kisha kriju, vishëshni, kisha kriju rreth, po fillimet nuk e kisha me kërkondin. Foli, tu i dikujna se neve për me dalë të më thonë, me cimera, me dalë me jetu me 3-4 veta, edhe në fakt, e keni pak ma të letë, dhe më thonë, se paguni këtë bashkë. Na, unë shkoj tash me cimera, kur shkoj me cimera, prap më vjen me flajt në kuzhinë, Habib. Në kuzhinë, me thonë se ata e ka dhoma, ati ka në krejt, edhe mu më vjen me flajt në kuzhinë. Po edhe banjoja që ishtë tash të këto, dhe me thonë që me bu me rashi, ma shumë t'lak këshim, të lajke, se sa që të thushën të që që. Dhe me thonë, fillimi ka qenë shumë I zortë, po mos t'i shkona I fillim, unë e sot si shakon. Çdo fillim është si shtirë. A mos si shakon sot kështu? Qashtu. Si shakon Kur sot. filloi emisioni Një kafe me labin? Një kafe me labin ka fillu dhe më thonë në 2004. 2004 e di dhe më thonë ka fillu se para 2004-ës unë kom fillu me Opa Plabin. Nuk unë Opa Plabi dhe më thonë shkojsha në për diskoteka, në për qytetet ndryshme, shkojsha në për Turqia, në për vendet ndryshme dhe më thonë edhe realizojsha një emision trive. Prej emisionit unë jam Kosovë të Opa Plabi, po mas andej dhe më thonë kalova të Një kafe me labin. Pse Një kafe me labin? Tash ideja u kon me ftu dhe me thonë se u kon mëngjes. Emisioni u kon I mëngjesit, ora 9, në fakt të transmetu emisionin atë ko, edhe u kon I drejt për drejt, dhe me thonë, nuk ka pas gjo ma knatësit madhe se me qenë drejt për drejt, se përjetojmë edhe qëtash dhe me thonë se jemi të bash drejt për drejt me shikuesit, edhe
ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë dhe ka qenë një ndjenjë e bukur, një kafe, po në fakt domethënë mu identifiku domethënë që labi po i fton çata mysafir. Edhe unë fillimin si sot e maj mend, musafiri i parë kryetari i komunës Prishtinës Ismet Beqiri ka qenë atko, edhe unë e kape e thiri kryetarin në telefon edhe i them kryetar, apo vjen sot domethënë një kafe me labin, edhe me pi bashkë me mu në televizion nisënish, edhe thot po vi. E në fakt, une që studio, në atë vakt gudzimi është pak, që i këm thy do barjera do sende, në atë ko, mu me dalë në studio të flejt. Bjen alarmi zidës, qona prej gjumit, dhe më tënë krejtën si në shpeqësh është, me piqame qona, shkoj e laj ftyrën, i laj dhamë, e qëtë gjithën e kafes, vi këtona e tiri kryetarin, i qoj dyshek, i palaj, dhe më tënë krejtë komplet mënyra, që shë kom bo, dhe më tënë jetën edhe të shpija, që shë e bëj, dhe më tënë qajo ka qenë, edhe që kjo ka qenë ideja, edhe ideja u kone përbashkët, nuk u kone viqejemi, u kone përbashkët edhe me ditën, dhe më thonë me drejtoreshën, edhe me gjerin, dhe më thonë që edhe me Florinin me vendos, dhe më thonë që një kafe me labin, mu identifiku, dhe më thonë që është labi. Ku në fakt, une jam njeri maj lumt në botë, që jeni edhe ju, si jetimat e Ballkanit, për shkak që sot e 24 vjetë nuk më kanë haru, dhe më thonë shqiptarët kudo që janë. Për shkak se dashnin, vullnetin, gjithë shkapin që ma ka njep edhe sot për punën që e bëj e që e realizoj, është falë shqiptarve. Falë shqiptarve dhe dashnis, dhe më thonë, që e kam pas edhe respektit në ndaj labit. Ata janë motori kryesor që të cilët fakt edhe sot e kësaj ditë edhe neve në mbajnë. Pa ta nuk ka kur që. Ka 7 vite me jetimat e Ballkanit. Gjatë kësaj periudhe, a ka në gjë që të ka prejkë më shumë ti të aktivitetet të unë? Habib, ka shumë. Avdin dhe me tonë ka shumë, të kjo puna aktiviteteve në sandeve ka shumë, po pa dërë me mështi me kajë. Ka shumë rast, ka shumë rast edhe nuk e di. Mlem për shtypje sare që i msheli sytë, se nuk e kam për veti babën, e qësh është e mundshme me hek njeri dorë pi babës. Kom pasë rastin vetë kur kom shku e kom artë të shpia, e kemi pru këto edhe është dash me këtu prapë. Për shkak se ai njeri ka pas 2 vajza, edhe 2 djemë që se le të fakt jetoj njashtë në kërbet. Më kujtuat, ke qenë këtu për zemë. Ajo kun, nuk e di, e pa për shkru me u kun, edhe nuk më me analizu, nuk më me përshkru, nuk më kur qkapin. E di që është e fështirë dhe më tonë, edhe për ato ka qenë e fështirë. E fështirë ndërsa edhe për vajzën që ka qenë në Kosovë që e ka këqyrë. Për shkak se ata të ishin që kanë hek dorë, dhe më tonë djemët kanë hek dorë komplek për ti. Ajo, pastaj dhe më tonë, ka rastet shumëta. Ka rastet dhe më tonë që, në fakt, kemi shku bashkë, kemi marë një zoj që vujke për kancerit. Po ata o detyrum dhe më tonë, je detyru dhe më tonë edhe me bashkë me stafin sendet, një agjet banesën Prizren, me vendosën Prizren, edhe me vendosë afër spitalit. Për shkak se ajo s'mbajke kur gjithë. Ajo jeton të në spital. A është? Gjallë është. Gjallë në banesën e saj. E i qatë me tonë, diku 3 vjeti ka. Jo më shumë, 5-6 vjetë më është. E të më tonë, pëse më thë 4 vjeti me jo, 7-8 vjetash. 7 vjetë, po dhe. Kështu që, po më vika mirë dhe më tonë që ajo është gjallë dhe ka bjetu dhe më tonë edhe, o zot, ajo dhe më tonë, ka qenë, nuk e di. Edhe me aftësit kufizume në karocë. Bim, ndështë më lejohat. Shkum bashk, diku lark. Sa që u dash mu parku, me thirë më fshat, kere, me ardh, e ka rëzu shev, e kiameti urën, edhe na duhet me kalu qatë urë, e duhet me shku në Kamenicë. Komunë Kamenicës. E duhet me shku deri te familja. Në fakt, po dënë me shku mi e plajmin që ai po bot me shpi, keni vendos mi a bo shpin atë, edhe ai po thot,
jo s'ka nevoj se përdush banes. Dikun qytet. E në fakt, thmin, e shtem komplet dhe më tonë për toke. Për shkak e kishtë palje vesëm, njënin për fëmijë. Kjo më ka dok, nuk e di. Nuk kom përshkrume dhe më tonë, qëfar emocioni, qëfar ndjenje u konë, që mësë me dash me pranu, po ti bëne mëre, bëne t'u jep mundësia, bëne nesër mas nesër, nëse do në shetë shpinë, shetë tokën e krejtë dhe delë mëre Prishtinë, po. Një herë, dhe më tonë, një herë të vjen një shansë, dhe më tonë, me taku Halidin, një herë njët vjen një shansë me të ndimu gjithë shqiptarët, mu bu bashkë për me të ndërtu shpinë, edhe thimë fundit, dhe më tonë, mos mi a realizu thmive tu. Shpinë po me lyp banes, pse ty tu ka tek me lyp banes. Kemi shku herën tjetër pasaj edhe ja kemi bo shpinë. Po, normalisht... Për mu, këgja ka përjetime. Es po flasë dhe me tonë përjetime, qërë dhe gjamë, ta shtë për i flasë këto përjetime, se përjetimet bukraune kom shumë me jetimet e Balkanit. Nuk ka që ma përjetim ma të bukur që 5 milion mi vledh brenda natës. Ma sa ndej me armi ta kupë, më në shemë me këta plesh mi upru dikon për këngëtarve, me qenë bashkë me ta, dhe më thonë, për bajram, për festa, edhe në fakt me valëzu bashkë me ta, mu knaq bashkë me ta, dhe kjo është një dashni edhe një sandi i bukur që më qenë ndodhë, se nuk është veç që sa dhe të atë janë të randa, po janë edhe sende ndështa që i përjetojmë edhe të mira gjatë jetës, bashkë me jetimet e Balkanit. Gjithmonë ju ka nejt gati banorëve edhe për këtë bajram do t'jetë labi bashkë me banorët, ku do t'i gëzojnë banorët me kongë. E pastaj në brami më ka thonë i fitumë të unë ditën e bajramit. Një kape me labin. Një kape me labin. Ama, a që të gëj, kush ka me qenë a ju? Jo, do i jep. Okej. I kena te kalu krejt minutash atë labë. Të në të gjamë, me mu vish thujem kjo edhe kryet emisioni. Faleminderit Zotit që me pas çdo javë që si mësafir dhe me të folë. Shumë faleminderit labë. Na po e mbyllim këtu. Unë jam shumë i lumtur dhe falenderus. Edhe ndaj Zotit që më ka taku me ty. Faleminderit shumë labë që e pjesë shoqatës. Nuk du të mbyll podcastin pa falendrua dhe këtë evencin kushtrimin. Kushtrim, po, për punën e mrekullueshme, se është i jashtëzakonshëm. Çdo event tonin aje përgadit, aje organizon, sen nuk na lën mu lodh neve tash edhe me datën 2 prill në orën 11 në Graçanic. Ka marrë përsi për organizimin krejt, kur do të vihet gurë themeli, gjithmonë sa aty do të... Plusën e kom angazhu diçka tjetër, kështu që inshallah po pështën kushtimin. Janë paria e shtetit krejt, kur të vihet gurë themeli e shumë prej donatorve, me datë 2 prill në orën 11, inshallah do Zotin e forcon, e na qet me faqe të bardhë. Të dashur të miku të qeni, ky është podcasti kësaj nate, bashkë me labin, ju falenderojmë për kohën, edhe lusim Zotin me ju rua, me ju shpërbly me gjithat mirat, mos në haronin lutjet e juja. Shihemi nesër mbrëma, falenderit edhe një herë.